disiplinat shpirtërore dhe së do të flasim për miqësi. Do të ndalemi tek miqësia. Fjala greke, koinonia, do të thotë të ndash miqësi ose të përfshihesh, të shpenzosh kohë. Kisha e hershme vazhdoi me këmbgulje miqësi. Tek Veprat kapitulli 2, vargu 42 neve lexuam pak më parë. Ata aty filluan që të shpenzonin kohë bashkë me njëri tjetrin, kohë miqësie. Mendoni pak kur neve si njerëz mendojmë për shoqërinë, për miqësinë, për njerëzit më të aftë. Në momentin që neve jemi bashkë ose kemi kohë bashkë, ne fillojmë dhe mund edhe të kritikojmë njëri tjetrin. Mund të edhe urrejmë njëri tjetrin. Ndodh që kur largohen njerëzit më të dashur, shpesh herë ne nuk këto lloj kritikash dhe këto lloj urrëties pa dashur e pa kujtuar shuhet. Edhe ne kërkojmë dhe dëshirojmë që të kemi sikur të kishim dhe pak më shumë kohë me ta. Sikur të isha shprehur në këtë lloj forme, në këtë lloj mënyre me ta. Sikur të kisha shpenzuar pak më shumë kohë me ta. Nuk e di, u ka ndodhur që të gjendeni në situata të tilla. Shpesh herë ne me njerëzit ndodh që kur dikush i dashur ndahet nga jeta, neve ndodhemi që të kemi këtë lloj mendimi. Edhe thonim, edhe ato paragjykime ose mendime të mbrapshta që mund të kemi për atë person pa dashur shumë. E kemi vënë re gjithashtu që kur dikush ndahet nga jetë, atëherë ne kujtohemi ta respektojmë më shumë. Keni vënë re gjithashtu që në momentet kur kalon ajo që e çojnë dikën për ta varrosur, të gjithë makinat ndalen, të gjithë hapin rrugën e kështu me radhë. Edhe përsëri në varreza kujtohen që të shpenzojnë kohë bashkë. Perëndia dëshiron dy gjëra. E para që të kemi marrëdhënie miqësi me Zotin, por gjithashtu të kemi marrëdhënie miqësi me njëri tjetrin. Një nga shembujt që neve lexuam tek Veprat Apostujve kapitulli 2, duke filluar që nga vargu 42, ishte që ata filluan të shpenzonin kohë me njëri tjetrin, edhe filluan ta shikonin me një sy tjetër njëri tjetrin. Madje tek vargu, nëse s'gabon, tek vargu 45 ata filluan po shisnin pasuritë e tyre, pronat e tyre, edhe çfarë bënin, filluan dhe po ndanin paratë e tyre me njerëzit që ishin në nevojë. Dhe vargu 47 e përfundon kapitullin 2, dhe Zoti po e shtonte kishës së tij shpirtrat që po shpëtoheshin. Ne si njerëz, neve duket sikur jemi të avancuar, të paktën nga ana teknologjike që neve kemi sot. Disa zbulime interesante, dhe unë nuk desha të hyj në shumë detaje se edhe shumë informacion nuk kam, po mendoj që do largohem edhe nga tema ime. Disa zbulime interesante janë zbuluar që në kohën e Jezusit, edhe përpara Jezusit. Kanë zbuluar forma aeroplanësh, edhe që mendonin që ishin aeroplanësh. Kanë zbuluar objekte që kanë që japin energji të vazhdueshme, që neve sot i themi bateri. E shumë gjëra të tjera që neve sot mendojmë që ata ishin të parapambetur. Por imagjinoni njeriu e parë, Adamin. Adami u krijua, por u krijua në moshë madhore, që ishte në gjendje që kur Zoti e vendosi atë të kafshët, të gjitha, Zoti i dha Adamit të drejtën që të vendoste emrat e gjithë kafshëve. Edhe sot, në gjithë njerëzimin, në gjithë botën, në rrezullin toksor, mendohet që janë zbuluar 10% të gjallësave, që ata kanë arritur që t'i japin ose që t'i japin dhe emër. Pra,
mos mendojmë që ata ishin dhe aq të prapambetur. Kishin diçka interesante për neve sot është që fakti që pra neve jemi të avancuar, mendojmë sikur jemi të avancuar në marrëdhënie, më falni, në ana materiale. Me telefonat, me mënyrën e tonë të komunikimit, me veshjen, me mënyrën e transportuarit, mendojmë që jemi të avancuar goxha. Por të gjitha këto të mira materiale që neve kemi arritur sot, në fakt na kanë ndarë nga njëri tjetri dhe na ka larguar akoma më shumë. Neve prindrit tanë sot e shprehin më me, si thua, më me zjarr, më me zell, që nuk ngopen, nuk kënaqen duke parë fëmijët tanë ose duke na parë ne me një video ose duke na dëgjuar zërin në telefon. Kur është mundësia që neve të shkojmë dhe t'i takojmë, ata thonë, hajde, kam nevojë që të ndjej erë, kam nevojë që të shpenzoj kohë me ty. Por pse është e rëndësishme gjithashtu të qenit edhe të shpenzuarit kohë bashkë me Perëndin, edhe me njëri tjetër. Bota që ne jetojmë është nën fundimin e mëkatit. Edhe ndaj Perëndia edhe fjala në paktën nga greqishtja vjetër është të ndarë veçmës për ne si krishterë. Domethënë që na ka bërë për diçka ndryshe. Jo vetëm për diçka ndryshe, por edhe për të na mbrojtur dhe na ruajtur nga i li. Ne kemi mundësinë, ose është tendenca që ne mund të qëndrojmë më të fortë nëse do të jemi bashkë dhe në miqësi me të krishterë të tjerë, sesa nëse do të ishin vetëm në botë. Ndaj e Perëndia këtë gjë kërkon. Siç e lexuam tek Veprat e Apostujve, Pietri thot te kapitulli 2, Pietri thot shpëtohuni nga ky brez i çorodit. Dhe ata i dëgjuan të gjëra te vargu 37 dhe thanë duhet të bëjmë. Pietri tha pendohuni dhe secili nga ju le të pagzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe të gjithë që ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia yt do të thrasë. Vargu 40, dhe më shumë fjalë të tjera dëshmonte dhe i nxiste duke thënë shpëtohuni nga ky brez i çoroditur. Mendoni pak, koha ku ne ndodhemi tani në këtë moment. Çfarë brezi quhemi ne? Më përpara që të bëje një jetë për larg do të shkoje në X vend. Ose do shkoje të takoje dikë. Tani e ke këtu. Mjafton që ti nxjerrësh të hapësh telefonin në çdo orë të ditës, edhe ti përfshihesh edhe ti shikon gjëra. Nuk ka ngel i madh e i vogël, edhe këtu në Shqipëri pa hapur rrjete sociale, e pa u spërdreth, e duke kërcyer, e duke folur, madje të gjithë jemi dëshmitar, nëse zgabon ajo gjyshja nga Kuçova. Nëse dikuj një nën ishte që zihesh me ish nusën e vet në rrjetet sociale dhe fliste shumë pisë. Shumë
shumë ndyrë. Pra, kemi arritur në atë pikë sa nuk kemi nevojë që të vi fjala që nga X qytet, nga X fshat, nga X lagje ti po dëgjon. Por e ke aty. Ndaj dhe Perëndia këtë gjë kërkon dhe na fton neve, që ndërsa ne kërkojmë të kemi një miqësi me Zotin, ne mund të jemi ndryshe. Është interesante sepse imagjinoni Noeu për 120 vjet sa ndërtoi varkën, të gjithë e tallën, të gjithë e shanë, të gjithë afenduan, të gjithë e bështyen. Por në fund ai dhe familja e tij hypin në varkë. Imagjinoni Jezus, birin e Perëndisë. Perëndia e solli për të gjithë njerëzimin, se neve si njerëz mendojmë që po sikur të vi Zoti mua personalisht, unë do ta besoj, nuk do të jem kaq mosbesues si këta. Jezusi erdhi dhe tha, unë jam Zoti, unë jam biri i Perëndisë. Dhe ata i thanë, e morën dhe kizu. Por Jezusi ditën e tretë u ringjall dhe shkoi në lavdinë e tij. Kisha sot, për aq kohë sa do të jetojmë, për aq kohë sa na ka dhënë Zoti, për aq kohë sa do Zoti ka dhënë, mund të shahet, mund të ofendohet, mund të bështyhet, mund të përsmytet, madje edhe nga neve vetë do të kemi momente që themi nuk na pëlqen, na duket diçka thua e natyrshme, ose si diçka e përditshme. Dielli lind, thuhet e predikusit, dielli perëndon. Nuk ka asnjë gjë të re në diell. Kështu që njerëzit lindin, njerëzit do të vdesin. Pse dua ta shpenzoj unë kohën time, jetën time, mundësinë time, familjen time me këto gjërat kohë. Por ama do të vi koha që ne do të vim përpara Perëndisë dhe do të gjykojmë dhe do të dëgjojmë dy gjëra. Të lumtë të shërbëtori im besnik, ose unë nuk të kam njohur kurrë. Pra kjo është koha, le të themi, siç ishte për Jezusin, jo në krahasim me Jezusin se s'ka krahasuar, po e vuajti. Jo të kënaqësisë të plot shpirtërore. Edhe ne mund të quhemi të dalë jashtë modë, sikur s'kemi vlerë, sikur s'di me ç'a merrem. Do të vi koha që edhe kisha do të shkojnë në lavdinë e vet. Disa praktika për të mbledhurit së bashku është kur neve mblidhemi së bashku gjatë kohës adhurimit. Ne do të shfrytëzojmë çdo mundësi të mundshme të mblidhemi bashkë me të krishterët të tjerë. Në mënyrë që ne të kemi mundësinë se të inkurajojmë dhe të inkurajohemi në Perëndi. Pra kjo siguron mundësi për miqësi me vëllazëri dhe në vende të tjera. Çdo rast për të qenë me vëllazërinë, për të lavdëruar Perëndin dhe të shpenzosh kohë në fjalën e tij, është një mundësi për të praktikuar disiplinën e miqësisë. Ne mund të zgjedhim që të ishim në një moment në një vend tjetër tani, po kemi zgjedhur të jemi për të patur një mundësi për të shpenzuar kohë me njëri tjetrin, por gjithashtu edhe për të patur mundësi për të rifreskuar me fjalën e Perëndisë. Duam apo s'duam neve, ne kemi nevojë për ndihmë për njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për inkurajim, ne kemi nevojë për ngushëllim, ne kemi nevojë në kohët e lashës, pra kemi nevojë njëri tjetrin. Po ta vini re, neve si njerëz, kur jemi rreth njerëzve që na falin këtë lloj kënaqësie, këtë lloj miqësie, fytyrat tona janë të çelur. Qofse nuk jemi, e dim që nuk ndiheni rahat në vende të tilla. Kështu që Perëndia mbështet dhe inkurajon gjithë secilin prej nesh për të shpenzuar kohë me njëri tjetrin, për të patur kohë së bashku. Shumë mund të thuhet për kohën për miqësi. Unë jam i kufizuar prej kohës, por desha t'ju inkurajoj që për aq kohë sa keni mundësi, shpenzoni kohë. Për aq kohë sa keni mundësi,
shpenzoni kohë me Perëndin. Misia më e mirë është me Perëndin. Të ndash problemet, shqetësimet që ti ke me Perëndin është gjëja dhe se tu është vepra më e mirë që ti mund të bësh për veten tënde, për jetën tënde, për familjen tënde. Mirë, Zoti ju bekov dhe Zoti ju dhënë të paqe.